përshëndetje të gjithëve, së pari kërkojmë pjesë për vonesën dhe faktikimin e tij. Prenojnë dhe projekte e ligjita dhe kanë një ekspertizë shumë të madhe në këtë fushë. Unë do doja t'ju bëjmë një sepse kem pjesë në gjitha takimet që zhvilloni, ku kam qenë ftuar. Për mua është kënaqësi shumë e madhe që të qas para një auditori të tillë profesorë dhe studentësh. Nuk dua që të kalojmë përsëri në atë profesora e Engjili. Nuk dua të ndalem kryesisht në atë që për ne ka qenë pika e dobët sistemi i drejtësisë në Republikën e Shqipërisë. Ne është kushtuar shumë vëmendje, janë kryer disa reforma, janë kryer disa ndryshime ligjore, për sa i përket sistemit tonë të drejtësisë në Shqipëri, dhe e fundit ka qenë reforma në drejtësi e filluar në vitin 2016. Reforma në drejtësi ka qenë krijimi i një sistemi drejtësie të besueshëm, të drejtë, të pavarur, të përgjegjshëm, efikas dhe profesional. Reforma realizoi një ndryrje shumë tepërcore në të gjitha institucionet dhe organet e drejtësisë. Dua ta shikoj reformën në çastin